Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Asnjë fjalë ngushëllimi, vetëm këta dy ish banor nuk reaguan për tragjedinë e Gjestit. Tragjedia e rëndë ku humbi jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit Gjesti, ka shkaktuar një val ngushëllimesh nga ana e shumë figurave publike, përfshirë edhe ish banorët e Bigut. Megjithatë, u vure se vetëm 2 prej tyre nuk reaguan publikisht pas kësaj humbjeje të mëdha. 2 ish banorët nuk kanë bërë asnjë mesazh ngushëllues dhe këta janë Zebër Voki dhe Zum Allushi. Të dy këta personazhe kanë pasur përplasje dhe debate të forta me Gjestin gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme. Pavarësisht konflikteve të vjetra, ndjekësit prisnin një reagim humanitar nga ana e tyre. Kjo heshtje është komentuar në rrjetet sociale duke dëshmuar se publiku gjykon sjelljen e figurave publike edhe për te lojës së spektaklit.